Të falenderojmë o Krijues, paqja qoftë mbi Muhamedit ton të dashur, Muhammed alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin këtë udhë të bekuar. Edhe malet argjerojnë. I shihni ato, se si rrinë statike, të palevizshme. Allahu i Madhërisht than Kur'anin e tij famlar, Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil ardha mihada wal jibala awtada. A nuk e bëmë një tokën të përshtatshme për jetë, ndërsa kodrat shtylla? A agjerojnë malet? Sigurisht që agjerojnë dhe bëjnë ibadet. Walillahi yasjudu ma fi s-samawati wal ard, taw'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal. Gjithçka që ka në qiell në tokë i bën sejdë Allahut. Pra e madhëron krijuesin të lartin Allah. Wan najmu wash-shajaru yasjudan, edhe yjet dhe bimet i bëjnë për ulje Allahut të Madhërisëm. Normalisht vizita ime dhe vizita që kam bërë në për male dhe vështrimi im që u bëja pemëve ishte një meditim, kur qëndroja poshtyre, qetësia nuk mungonte me erën e fladitshme në pikën e verës, e Allahu ka dërguar mëshirë për agjerusin. A agjerojnë vërtet malet? Po, ato agjerojnë, po ju nuk e kuptoni agjerimin, adhurimin dhe përmendjen që ato i bëjnë Allahut mëngjes dhe mbrëmje. Shohim shumë njerëz që hanë dhe pinë dhe nuk kanë as pak kujdes ndaj njerëzve që janë duke agjeruar. Sinqerisht ne duhet kemi kujdes, prandaj duhet të kemi kujdes sepse kjo është provë për njerëzimin se sa ata i respektojnë dhe ju përmbahen ligjeve të Zotit Madhëshëm. Habitem me njeriu i cili e ka mendjen dhe asnjëherë nuk mendon të bëjë mirësi, por vetëm gjëra të prapa ose të liga. Mirë pra atë njeri që jeton gjatë dhe gjatë jetëgjatësisë së tij bën vetëm gjëra të shëmtuara. Kënaqësia e veçantë ishte pra që të shëtisja në përpyje dhe në përmalje dhe të shoh krijimtarinë e Allahut. Inna fi khalqi s-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Në krijimin e natës dhe të ditës, në krijimin e tokës, në krijimin e këtyre gjanave ndryshme, ka argumente për të zotët e mendjes, ata të cilët e shohin pra edhe i shohin këto mirësi dhe begati të Allahut Madhëshëm. Agjerimi pra vrehet kudo dhe i shohim se si, sepse ne e thamë se agjerimi është abstenim nga gjërat e liga. Subhanallahu al-azim. Hasan el-Basriu, Hasan el-Bena thoshte, edhe pema që ne e gjuajmë shpesh herë me gur, ajo na çon molla se fryte. Pra pema abstenon, pema është në shërbim, është në hizmet, subhanallahu, mendoni. Pra ajo është në hizmet sepse shkarkon oksigjen, e thith dioksidin e karbonit, e përpunon dhe është në hizmet vazhdimisht. E abstenon të keqen. Ashtu është agjerimi, ashtu do të jetë agjeruesi, e abstenon të keqen, e stopon atë, nuk e pranon. E merr edhe dioksidin e karbonit, që është i dëmshëm, e merr e përpunon dhe e kthen në oksigjen. Po ti jo njeri, që të dha Zoti intelekt dhe mendje, që të dalloj nga gjitha krijesat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Të ngriti, të lartësoj Allahu i Madhërisëm. Pse nuk reflekton, pse nuk mendon? Malet na ofrojnë dhe freskinë e tyre, meditimin, qetësinë, pastrojnë ambientin, kanë ndikim në tërheqjen e helmeve dhe pastrimin e ambientit. Dhe ishte mirësi e vërtet tek dëgjoja thirrjen e ezanit në natyrë dhe ishte mrekullia vetë të faleshim edhe në natyrë. Vërtet mendoni vëllezër, ata që nuk e njohin madhështinë e Allahut dhe krijimin e tij janë si ata njerëzit e humbur në ndonjë mal të dendur dhe nuk dinë se si të orientohen për gjetur një drejtim, sepse ai u mungon, pra dhe nuk dinë se ku shkojnë. Besimtari është një mal i pasur me shumë fryte të mira që nga njerëzit han fryte të mira, por gjen edhe hijen e degëve të pemëve në këto ditë të nxehta vere. Këto krijesat Allahut gjejnë freskinë përmes agjerimit.
Allahu i Madhëshëm than Kur'anin e tij famlar, Bismillahirrahmanirrahim, Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalima tayyiba ka shajaratin tayyiba asluha thabitun wa far'uha fi samai. A nuk e kuptuar se si Allahu bën shembull fjalën e mirë si pemë e mirë që rrënjët e saj janë thellë në tokë e degët e saj janë lart. O ju që agjeroni ose ja, Kurani na jep një mesazh të fuqishëm se si malet dhe çdo gjë e krijuar qëndron në harmoni, por ti njeri që nuk agjeron, nuk je në harmoni, je në disbalans me vetveten tënde. Pra njeriu duhet ta shikoj se si Allahu ka krijuar shumë të mira për rreth nesh. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat. A nuk i shikojnë pra devet se si janë krijuar, edhe qiellin se si është ngritur lart, edhe malet se si janë vendosur, gjitha këto pra nuk mendojnë njerëz. Kur malet janë në qetësinë dhe heshtjen e tyre, ato bëjnë përmendje të Allahut. Kur ato oshtin nga frika prej Allahut, a nuk të vjen turp njeri, krijes vigjilente, që në moshë më vitale, në moshën kulmin e rinisë tënde të mos agjërosh. E sheh plakun në moshë të thyrë duke agjëruar, e ti i ri në kulmin e rinisë, nuk pra e nal epshin dhe egon tënde. Pra pse nuk falenderon, pse nuk bësh për i robëve falendërues? Allahu të dha shumë të mira. Allahu na dha shumë të mira, na i dha dhe kafshët në shërbimin ton, dhe gjitha këto mirësi që na i dha Allahu, ne duhet ta falenderojmë të lartëmadhënishmin Allah. Lartëmadhëni i shprehin Allahut edhe qiejt edhe toka edhe çdo gjë pra i bën falënderim Allahut te baraka wa taala amma yushrikun. Allahu më dhëshëm than Kur'an, alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari an-nara fa idha antum minhu tuqidun. Ai që prej durit të gjelbër ju bëri zjarrin e ju prej tij ndezni nga malet. Pra, për atyre maleve ka disa pemë, domethënë ka disa trungje që thahen e prishën, ato duhet mu pre, mu shkurtu edhe nga ato bëhen mobilje, bëhen ndezet zjarri, pra shfrytëzohet për të mirën e njerëzimit. Dhe mbjellen fidane të reja. Pa kaluar malet takuam pra dhe një besimtar, i cili me bjen rasti ta takoj, ishte një bari dhe kishte gdhendur në shkopin e tij gjithë Ramazanat që i kisha agjeru. Ishte interesant ajo. Dhe pyeta sa Ramazana ke agjeru dhe më tregoi shkopin e tij që kishte gdhen me vija. Subhanallahu al-azim, domethënë dikun ishin parafërsisht 50 vija që i kishte gdhendur, sepse kishte pasur, do thot, jeta e tij kishte pasur përpeci dhe smundje të ndryshme, dhe 50 rresht i kishte argjëruar mendimin e Allahut te bareke ve taala. Njeriu sa do hec dhe sa do kudo që shkon e shikon pra atë mirësinë e Allahut te bareke ve taala, që Allah i dha shumë të mira, prandaj nga këto të mira duhet t'i shijoj ato dhe t'i përjetoj ato. Dhe vazhdova rrugën dhe të pash shumë njerëz të mirë dhe familjarë të mirë që ishin pra duke manifestuar këtë bukuri të rrallë që ka emrin mal. Dhe ishin duke u kënaqur me këtë aromë, me këto bukuri që me këto male që në mesin e tyre fshehen shumë mistere, ku ka lule të llojeve të ndryshme, ku ka pemë, ku ka fruta, ku ka ushqime të ndryshme të cilat Allahu i ka bën shërbim të insanit. Mrekullia vet. Dhe gjitha këto krijime, gjithë kjo krijimtari për rreth nesh, që Allahu e ka kriju, që e ka bën favorin ton, e ka vënë në dispozicionin ton, gjitha këto pra, meritojnë pra vetëm fjalën elhamdulillah. Falënderimi i takon Allahut te bareke ve taala, amma yushrikun, i cili është pra i patmeta, i cili është ehad, i cili është samed, i cili është lem yelid wa lem yulad, i cili as nuk ka lindur kon, as nuk është i lindur, dhe ati askush nuk është
i barabartë. Prandaj, të meditojmë rreth kodrave, rreth maleve, rreth qiellit, rreth tyne argumenteve të ndryshme që Allah i ka sjell rrotull nesh, që na me u vetëdijsu, e mos mu bë kryeneç, e mos mu bë mendje mdhej, e mos mu bë pe atyre pra që përdhosin ligjet e universit dhe nuk respektojnë ligjet e komunikacionit dhe nuk respektojnë shenjat në rrugë, nuk respektojnë pra vendin ku ata jetojnë dhe ku ata frymojnë. Andaj lutim Allahun e Madhreshëm Rabbul Aleminin, o Allah na fal ne. Amin. O Allah na udhëzon ne, na drejton ne. O Allah ti e fale se dën faljen, na fal ne. O Allah na furnizon me rrezik të bereqetshëm. O Allah na mbron nga sherri i shejtanit, sherri i insanit, sherri i krijesave të gjallësave që ti ke kriju. Dukshme të padukshme qofshin ato, që i shohim dhe nuk i shohim, që i njohim dhe nuk i njohim, që i dim dhe nuk i dim. O Allah udhëzoj vendin ton, drejtoj vendin ton. Shtoje mesin ton, pra rinin e ditur. Na shto diturin. Shton mesin ton burra dhe gra që ndjekin rrugën tënde dhe që janë të ditur, janë shkencëtar të mëdhej, janë dietar të mëdhej. I lartë që te lartë është madhëria jote. Elhamdulillahi Rabbil Alamin.